gusht, Kisha Ortodokse feston festën e shpërfytyrimit ose transformimit të Zotit ton Isu Krisht në një mal që quhej Tabor. Zoti ishte bashkë me nxënësit e tij dhe në kohën që lutej, atëherë 3 prej tyre, të cilët Zoti kishte marrë me vete deri në maj të malit, pan një çudi të madhe. Shikonin Zotin që lutej dhe ndërkohë ai u transformua. Shikonin që fytyra e tij ndriçonte si dielli dhe rrobat e tij thot betëtinin thot edhe ishin aq të bardha, sigur bora e bardhë, kuptohet që janë shprehje për të ilustruar atë që apostujt po dëshmonin. Ngjarja e sotme ka disa kuptime të rëndësishme, por thelbi i saj mbetet shfaqja e natyrës hyjnore të Zotit Krisht përpara syve njerëzore, siç ishin apostujt. Apostujt pan dritën e pa krijuar, siç na mëson tradita e jonë, që do të thotë praninë e hyjnisë e Perëndisë. Dhe ky ndriçim nuk krahasohet me asnjë ndriçim edhe me asnjë dritë të këtij universi. Edhe kur thuhet që fytyra e tij ndriti si dielli, kuptohet që ishte thjesht një formë thjesht krahasuese për të dhënë një ide. Por sigurisht që fytyra e Zotit nuk ishte diell, por ishte ky ndriçim hyjnor që Zoti e shfaqi në një trup njerëzor. Kjo ishte lavdia që kishte Perëndia ynë Isu Krisht, por që apostujt u bën të denjë që ta shikonin me sytë e tyre prej mishit këtë lavdi hyjnore. Jo vetëm kaq, por siç e shikojmë edhe në këtë ngjarje, Zoti kur lutej, ndodh një çudi tjetër, 2 persona nga vjata e vjetër paraqiten bashkë me Zotin ton Isu Krisht, njëri në krahun e majt, njëri në krahun e djathtë, profeti Mojsi edhe profeti Ilia. Të dy këta persona flasin me Krishtin edhe pikërisht i tregojnë për atë që e pret kryqëzimi i tij. Zoti ynë, duke qenë edhe njeri, i vuante dhe i përjetonte gjërat edhe në trupin njerëzor. Për këtë arsye disa e kishin vështirë të kuptonin që si Perëndia vuan, ose si ka mundësi ky që është njeri të shfaqi të tilla veçori, ato hyjnore. Dhe kuptohet mendja njerëzore ka të vështirë për ta kuptuar këtë mister. Për këtë arsye quhet edhe mister, nga misteri më të mëdha, sepse e kalon kuptimin e mendjes tonë. Por ajo që është e vërtet është ngjarja që ndodhi, atë që Zoti bëri që sytë e apostujve të hapeshin edhe të shikonin këtë mrekulli. Dhe jo vetëm të shikonin Zotin, por të shikonin edhe 2 profetë nga vjata e vjetër që bisedonin me Zotin. Kjo na kujton ky ndriçim në këtë malin Tabor, që u bën dëshmitar apostujt, na kujton ato që edhe Mojsiu kur u ngjit vet në malin Sina, kur drita e Perëndisë edhe prania e Perëndisë ndodhi mbi mal, edhe Mojsiu qëndroi një javë në malin Sina, ku në fund fare Zoti i dha edhe ligjin e shkruar në pllaka guri. Dhe shikojmë përsëri Mojsiun që ndodhet në malin Tabor, tashmë bashkë me Zotin në këtë ndriçim të hyjnisë së Perëndisë. Dhe ngjarja e sotme për herë kujtohet në Kishën Ortodokse me të gjitha kuptimet e saj, edhe si një ngjarje konkrete që ka ndodhur, edhe kjo mrekulli që pan apostujt, por edhe kuptimi që ka në vetvete kjo mrekulli dhe kjo ngjarje. Sepse si thamë, Zoti shfaqi natyrën e tij hyjnore,
Por, ajo që është e rëndësishme, këtë natyrë hyjnore, këtë lavdi, Zoti e shfaqi në një trup njerëzor, që do të thotë natyra njerëzore tashmë po merr pjesë në këtë lavdi hyjnore. Dhe ky është edhe premtimi që kemi neve si besimtarë. Kur do të vijë momenti që Zoti Krisht do të vijë dhe të gjithë njerëzit do të ngjallen, trupat e njerëzve, atyre që janë besnik pranë Perëndis, që do të gjykohen të jenë pranë Tij, në mbretërinë e Tij, edhe ata do të transformohen, do të ndriçohen me këtë prani të Perëndis. Sepse na thuhet në qytetin e përjetshëm ku do të jenë besimtarët, do të jetë vetë Perëndia dhe ai do të jetë drita e këtij qyteti. Nuk do ketë nevojë për ndriçues të tjerë, qoftë për diell, qoftë edhe për elektricitet ose diçka tjetër, sepse njerëzit do të banojnë në prani të Perëndis. Njerëzit do bëhen të denjë, do të bëhet e mundur për natyrën njerëzore që të jetojë në praninë e Perëndis, në mbretërinë e Tij. Dhe këto mesazhe kaq të rëndësishme i marrim nga kjo festë e transformimit ose shpërfytyrimit të Zotit Krisht në malin Thabor, emër të cilin mban edhe kjo kishë të kësaj feste këtu në Gramsh, edhe i lutemi Zotit që me të vërtet të fitojmë edhe në pak nga ky ndriçim i malit Thabor. Amin. Ata që janë të pakëzuar edhe janë përgatitur të vinë edhe për të kunguar